Protesta qytetare ka hyrë në ditën e 25, por paralelisht me të, duket se po zhvillohet edhe një tjetër betejë, ajo për kontrollin e narrativës. Ditët e fundit, qeveria dhe vetë kryeministri Edi Rama kanë intensifikuar sulmet ndaj figurave publike që kanë mbështetur protestën. Aktivisti Dritan Goxhaj është vendosur në qendër të një fushate akuzash dhe sulmesh publike, ndërsa sot autoritetet njoftuan shpalljen non grata të Iqbal Hadutit, e cila është lidhur publikisht me protestat. Në të njëjtën kohë, vetë kryeministri ka publikuar në rrjetet sociale postime ku sulmon dhe identifikon me emra persona që sipas tij po qëndrojnë pas protestës ose po e mbështesin atë. Në këtë klim politike, vëmendje ka tërhequr edhe ndryshimi i fotos së profilit të Edi Ramës në Facebook. Kryeministri ka zgjedhur një flamingo, zogun që tashmë është ndërruar në simbol të protestës, e cila ka nisur për mbrojtjen e Zvërnecit, por flamingoja nuk shfaqet në fluturim apo në habitatin e saj natyror. Ajo paraqitet duke pastruar pendët. Ky detaj ka nxitur interpretime politike. Nëse flamingoja është simboli i protestës, atëherë një flamingo që pastron pendët mund të lexohet si metafore një procesi pastrimi, jo domosdoshmërisht të zogut, por të vetë lëvizjes që ai simbolizon. Kjo lexohet edhe në dritën e zhvillimeve të ditëve të fundit, ku fokusi i komunikimit qeveritar është vendosur nga kërkesat e protestuesve te identiteti i atyre që marrin pjesë ose e mbështesin protestën, sulmet ndaj figurave të caktuara, publikimi i emrave dhe pretendimet për ndikime të huaja krijojnë përshtypje në një strategji që të paraqes protestën, si të infiltruar nga individ ose grupe që nuk e përfaqësojnë revoltën qytetare. Në këtë këndvështrim, fotografia mund të interpretohet si një mesazh politik, se pushteti synon të rimarrë kontrollin mbi simbolin e protestës dhe të pastrojë atë nga ata që i konsideron elemente të padëshiruar. Dhe me pak fjalë, gjetjen e alibis në fund, po ashtu mund të jetë edhe një mesazh për të vetët, se ka ardhur koha për një cikël pastrimi. Historikisht Rama sa herë ka gjetur veten në vështirësi, ka nisur të bëjë kurban, për më tepër që fotokopertina ka vendosur disa flamingo që bëhen gati për fluturim. Vetë kryeministri shquhet për mesazhet përmes fotove dhe fotoja sot duket se që një mesazh i qartë. Do të presim dhe do të shohim.